Bismillahirrahmanirrahim. Gjunahu i parë që është ba në qiell është si rezultat i smierës, i hasedit. Shejtani nuk pranoi që të binte në sejdë kur Allahu i Madhëruar urdhëroi krejt krijesat e tij që të binin në sejdë përpara Ademit alayhis salam, që sapo e kishte krijuar me duart e tij. Shejtani tha, unë jam më i mirë se sa ai, smira. Gjunahu i parë që ndodhi në tokë është si shkak i tamahut. Kabili vrau vllain e tij Habilin nga tamahu për diçka materiale, për një interes të përkohshme të kësaj bote kalimtare. Subhanallah. Është një mesazh shumë i rëndësishëm që duhet na tërheq vëmendjen gjithë secilit prej nesh. Smira, sikur se thot Hazreti Enes ibn Malik, e shuan dritën e veprave të mira. Tamahu, sikur se thoshte Hazreti Omeri radiallahu anhu, është më i dëmshëm për mendjen e njeriut se sa alkooli dhe vera dehese. Subhanallah. Po lexoja shembullin e tamahqarit edhe smirziut përpara durve të një mreti bujar, i cili i ftoi këta të dy dhe tha, gjithë secili për jush do të kërkoni një kërkesë, një dëshirë dhe do t'ju plotësoj, por me kusht. Atë që do të kërkoj njëri do t'i jap shokut të tij 2 fishin asaj që ka kërkuar. Thot dhe smirziu dhe tamahqari filluan të vlonin për brenda. Dhe asnjëri prej tyre nuk merrte hapin e parë për të thënë unë do kërkoj i pari. Pse? Sepse smirziu thoshte me veten e tij, sikur të kërkoj unë i pari, do t'i jap atij 2 fishin, ndërsa tamahqari thoshte, po të kërkoj unë i pari, do t'i jap atij 2 fish më shumë se sa mu. Subhanallah. Dhe pas ca kohësh, smirziu vendosi të merrte fjalën. Tha, unë do kërkoj i pari. I tha, çfarë kërkon? I tha, me hiq mua njërin sy. La ilaha illallah. Të dashtëm dhe të shtrejt, kemi nevojë që gjithë secili prej nesh të kontrollojë vetveten dhe të pastrohet nga smundjet e brendshme, smundjet e zemrës, smundjet e mendjes, smundjet e gjuhës, sepse në veçanti hasedi edhe tamahu të shkatrojnë jetën, të prishin rahatin. Me atë çfarë lexojmë dhe shohim në realitetet e përditshme dhe me atë çfarë gjejmë në Kur'anin famullar dhe në traditat e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, janë të shumta lutjet dhe tërheqjet e vëmendjes që na ftojnë për të kontrolluar veten. Nëse e sheh se e mira që ka kaplu dikë tjetër ty të bën me vlu për mrena, kërkoj falje Allahut azza wa jall, sepse ti lëngon nga smira. Nëse ti merr diçka në jetë që Zoti ta ka bën nasip dhe je i pangopun dhe nuk e shijon atë mirësi që Zoti të ka dhënë, përsëri kërko falje, sepse ti ke prekje të tamahut në veten tënde. Gjithë secili që e gjen veten e tij të përfshirë në zamallahin e smirës edhe tamahut, ti kërkoj falja Allahut azza wa jall, ta shtoj shumë istighfarin dhe të lutet me kryer në sejdë që Allahu azza wa jall t'ia pastrojë zemrën edhe mendjen nga smira, nga zilia, edhe nga tamahu, sepse të dy të shkatrojnë jetën. Allahu ju dasht.